Rreth Kosovës për 3 ditë. Disa shokë të Fatrit kanë ardhur për herë të parë në Kosovë, kështu që krejt këto janë vende që ai kena vizitu gjatë vikendet. E premtja ka fillu me një vizitë në katedrale, me pa Prishtinën në 360 shkallë, për me vazhdu në Soma Slow Food, me shiju ambientin e bukur e ushqimin e mirë. E në fund kemi vazhdu për disa pije në Bubble. Ditën tjetër lokacionet pare kemi pas Mirushën, kemi qëndru pak të ujvara e pare dhe jemi ndalë për pije. Për ata që se din, Mirusha i ka disa ujvara. Për me i pa duhet një hajk i shkurt, po kur gjoja pa areqme, po definitivisht ja vlen shumë i vizitu. Deri të ujvara e 5, hajku është relativisht i lehtë. Na kemi ngrit deri të ujvara e 6, nuk është ujvara ma e bukur, po ngjitja është ajo që e bën më interesant. Nëse je person që nuk pëlqen aventurat, mundesh me bo skip këtë pjesë. E për juve që vendosni mos më shkurt, që kjo është pamja për ujvarës 6. Gjatë kthimit kena vendos mu la, edhe në fund jemi nis për Gjakov. Pije në qarshi edhe direkt të lokacioni tjetër. Drekën kemi vendos me ongër të restorant Drine, po për fat keq ka pas pershu që kemi vazhdu me planin bëm. Kemi vazhdu të restorant për Maja në Gjakov. Edhe shpejt në Prishtinë me i pa enarat në Soma. E natën e kemi përfundu në Zone Club. E ditën e kemi nis në restorant Tiffany në Brezovic. Se pa e provoj Elbasani nuk bën heq. Plus ka pas edhe meshën saq. Sa që shkojmë Brezovic më pëlqen mu kthy Kaprevalla. Rruga është e bukur çdo stin që shkon. E në fund dalëm Hotel Sharp për një pije, për me vazhdu pjesën tjetër ditës në Prizren. Në Prishtinë jemi kthy te kafe të Rakis, e prej aty direkt në Damikell për një picë. Vikendi ka përfundu me një koktel Monroe. Ciao deri herën tjetër.